ashtu si çfarë ndodhi në Itali, ku Melonin e rëzuan fare mirë për ndryrjet e politikës në reformën e drejtësisë. Më mirë tanë italianët të kemi një drejtësi të pareformuar se sa një drejtësi ku na funduar politika. Dhe pikërisht dje që u deklarua kjo shuplak që i dhanë italianët nismës referendare të kryeministres italiane, ja ku erdhi Mili dhe propozimi i Taulant Ballës dhe prezantimi se na pas ka një draft të ri për referendumet. Pse pikërisht tani hidhet? Kur, si shta zoti Kaso, mund të ishte diskutuar në tryezën e reformës zgjedhore, çështja? Mua mu duk si nga to lëvizjet për të trequr vëmendjen, sepse është debat interesant. Të gjithëve referendumet u duke si në një zgjidhje çuditëbërëse, sepse mendojnë që me anë të referendumeve do kenë mundësi për të vendosur për gjithçka. Është një perceptim më shumë, sepse nëse i referohemi edhe një pjesë të neneve, të paktën nga sa e kam lexuar unë, një komunitet lokal që të përfitoj të drejtën për të vendosur për tokën që po i merret apo për një biznes që po do hyjë në projektin e tij, duhet marrë miratimin nga kryetari i komisionit të zgjedhjeve, që dim si zgjidhet, si emërohet, nuk po hym te emrat aktual, pastaj nga presidenti dhe në fund nga gjykata kushtetuese. Të tre këta hallka nëse ka vrejtje të paktën në këtë draft që mos ta rëndojmë kot, në këtë draft nuk kalohet tek presidenti, vetëm për referendumet kushtetuese. E vendos kryetari i KQZ-s që zakonisht është një çike lehtësuar, por s'ka pse drejtë jo përfaqësimi nga kesa politike që ka kryetari i KQZ-s. Në krahasim me draftin që me atë që kemi sot, ky draft nuk ishte ky thelbi, është vetëm një detaj. Nuk i jep të drejtë kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ose të vlerësoj ligjshmërinë. Nuk i jep të drejtë hiç fare. Po kush e vlerëson ligjshmërinë e kërkesës? Këshilli, jo. Këshilli i Qarkut. Sipas asaj që kanë shkruar këta, Këshilli i Qarkut. Okej, do ishte më mirë kryetari i KQZ-s nëse në atë çka unë me të tjerët kemi jem përpjekur që ta shpijem në kuvendin e Shqipërisë, se kemi shpëndot, sepse atëherë kishte shumë nismat që keni dëgjuar ju presidenti Ilir Meta për referendumet dhe sapo sepse duhen votat në parlament. Mazhoranca. Në ato që keni dërguar ju janë tjetër që flasin për atë që kanë propozuar këta. Dhe mua ajo që më ra në sy me leximin e parë, pa qenë jurist, pa ndryshuar fare në profesionin tuaj, aty flitet për terma që ne nuk i kemi më në kuptimin legjislativ të kodit zgjedhor. Aty flitet për komuna, çdo komunë, ndërkohë që unë di që kemi 10 vite që ne ligjërisht kemi më komuna, të paktën 2015, po. Nuk ekzistojnë më komunat. Atëherë si këta ekspertët e PS-s prezantojnë një ligj që kanë punuar me kohë, thonë, që me ekspertët më të mirë ligjvënës, dhe prezantojnë një ligj ku flitet për komuna, kur s'kam komuna ka njësi vendore. Do të parashikojnë të kthejnë. Mbase kjo është çështje tjetër, por kjo tregon seriozitetin. Atë ligji automatikisht i bie që është hartuar para një 10 vitesh, para 2015-s, që mund të jetë një projekt që nëse kemi dëgjuar dhe si është sjell sot, sepse ngjan më interesant.